Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Përshëndetje mes të dashur, përshëndetje dëgjuese, shikuese. Kudo që jeni e nga do që na dëgjoni e na shikoni, pranoni përshëndetjet tona të ngrohta nga studio e RTI-s këtu në Prishtinë. Ky është programi festiv i festës së Kurban Bayramit në radio televizionin Iliria, ku do shoqërohemi për një orë e gjysmë pothuajse me këtë program special që kemi përgatitur enkas për shikuesit tanë që kemi nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Evropa e nga tërë bota dhe në Amerikën e Kanadën e largët, që na shikojnë përmes platformave të ndryshme kablore dhe përmes rrjeteve sociale. Të nderuar miq, si zakonisht në çdo Bayram tashmë është traditë nga ana e RTI-s që të përgatisë emision special për shikuesit tanë dhe njëkohësisht për dëgjuesit e Radio Ilirisë që na dëgjojnë përmes frekuencës, ndërkaq pra 104.1 dhe programet tona janë të ndryshme her pas here. Padyshim që ky program pasurohet me mysafirët tanë, me historitë tona që kemi përgatitur dhe po ashtu programi pasurohet edhe me programin tjetër që kanë përgatitur kolegët e mia në RTI. Ne në këtë program do ta kemi të ftuar Hoxh Besnik Lumnicën nga Xhamia e Bardhoshit në Prishtinë, pastaj do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Hoxh Irfan Jahyun nga Xhamia Mëshira në Lucern të Zvicrës dhe disa xhallar të tjerë edhe nga vende ndryshme të Evropës dhe po ashtu lidhje direkte edhe nga Meka e bekuar nga Çabja, ku atje kemi edhe shumë xhallar që tashmë vetëm se sot i kryen pothuajse çështjet më të rëndësishme të haxhit pas Arafatit. Dhe po ashtu kemi edhe Bonin Fazliun nga UV Show, do të kemi edhe disa stoje të ndryshme të përgatitur enkas për këtë program, e çfarë stoje dhe çfarë lidhje të tjera, le të mbesim pak a shumë si befasi. Ne pa humbur kohë do të vazhdojmë me musafirin e parë i cili vetëm se pothuajse ka arritur në studion tonë dhe do të realizojmë intervistën apo bashkë bisedën me të. Të nderuar miq të RTI-s, vazhdojmë tutje pas hyrjes së programit festiv të Kurban Bayramit dhe të asaj çfarë do të ndiqni sot nga unë dhe njëkohësisht nga kolegët të cilët kanë përgatitur emision special në këtë festë madhështore për muslimanët. Ne kemi të ftuar musafirin e parë për sot, Hoxh Besnik Lumnica në Xhaminë e Bardhoshit në Prishtinë, me të cilën do shoqërohemi për pak minuta, pastaj sigurisht do të kemi edhe disa lidhje të tjera direkte përmes Viberit me disa xhallar të cilët e kemi në diasporë dhe në vende ndryshme diasporës për të treguar pak a shumë për atmosferën e festës së Kurban Bayramit atje. Selam aleikum miserve. Aleikum selam, faleminderit. Atëherë urime për juve dhe për gjithë muslimanët festa Kurban Bayramit. Faleminderit edhe juve këtu në studio, po edhe gjithë besimtarëve. Shuzojmë rastin që tu urojmë këtë festë të madhe të Kurban Bayramit. Zoti i pranoftë adhurimet, në veçantë lutemi dhe urojmë për haxhit tonë cilët tani me veçanë në përfundim të haxhit, ose më mirë më thoni kanë këto ritualet kryesore të haxhit. Zoti u pranoftë dhe u kthefshin në shtëpitë e tyre shëndash dhe mirë. Amin. Çush ka kalu kjo paradite ose këto orë të paraditës kësaj feste, edhe si hoxh, por edhe si individ, si xhamat, si prindër, si komshi në përgjithësi? Po si hoxh e kemi atë obligimet të Bayramit, që kanë falja e Bayramit. Alhamdulillah, ato ku shërbej, pra në si që seket në... Apo mjafton obori parkingu për Bayram, po falën jashtë? Po alhamdulillah që Bayrami falet herët, dhe është e lirë hapësira për rreth xhamisë, se për ndryshe ka xhamat, alhamdulillah, për çdo Bayram po ka jashtëzakonisht, përkundër që xhamia është rrit, goxha shumë, mirë, po megjithatë alhamdulillah është numri i besimtarëve që vinë për xhumë, po në veçantë për Ramazan është jashtëzakonisht i madh. Po megjithatë mirë po menaxhohet, tash edhe koha po merr mirë dhe po është më lehtë edhe falja dhe menaxhimi dhe mirë kemi kalu këtë pjesën e parë të faljes, të ligjerimit, të urimit, të shpërndarjes së dhuratave. Kemi disa një farë protokolle, nëse mund ta quaj që e bëjmë në xhami. Ta sumni pra për shpërndarjen e dhurata për fëmijët që kanë. Po është bën një traditë e mirë në shumë prej xhamive. Po tani nuk ka qenë kjo, po ta sumni. Nuk ka qenë, dorën zemër është pjesë e rëndësishme e kësaj feste ose këtyre festave, sepse kështu po njëjtë po veprojmë edhe për Fitr Bayram. Dhe
po të ka mundësi ta bëjnë gjitha xhamit javlen, nga se me të vërtet fëmijët e presin, mandej e lidhin edhe Bajramin me dhuratën e presin me mallë, por edhe mojnë mend momente të mira dhe të paharrueshme. Folja sabaut, pastaj kemi ligjëratën që po mbajmë, është ligjërata tradicionale mes sabaut dhe Bajramit, falja e Bajramit, kaloj mirë, mesazhe ose hutbja, mesazhe e Bajramit dhe pastaj urimi mes xhamatit, zakonisht krijon një atmosferë mirë. Një atmosferë mirë, në veçanti tash kur alhamdulillah është e farë dhe komoditeti edhe në mesin e besimtare, edhe për shkak të kushteve, po edhe numrit besimtare, po edhe moshave, rinia, dhe gjithandej e vrenat gëzimin tek besimtarët. Po tek vizitat në familje, në rreth, në shoqëni? Në këtë pjesën e parë, ndoshta ne pak si hoxhallar pak jemi të hendikepuar për shkak të angazhimit me faljen, pastaj detyrimisht një pjesë të kohës po na merr pastaj edhe pas faljes, po duhet me qëndru në xhami dhe po na ik pak a shumë një pjesë e rëndësishme që kemi pasur, po flas tradicionalisht në familjen e Xhan, në fshat, pra edhe sot vazhdon kjo traditë dhe ruhet dhe praktikohet. Pas xhamis zakonshëm kthehemi në shtëpi, fillimisht bojmë Bajram me prindërit. Tash unë babën nuk e kam, po e kam nanën, elhamdulillah, është begati dhe mirësi e madhe. Pastaj prej ato shkojmë në fshat dhe Bajramin me kusheri. Është një traditë e vjetër, nuk është veç të ne, ka qenë përgjithësi tek familjet tona këtu në Kosovë, traditë e jashtëzakonisht e mirë. Ndoshta është zbe pak, megjithatë. S'është ka qenë sikur dikur, po është ka qenë, megjithatë, po mbohet. Kjo është ajo kisha me thonë e pjesa e paraditës. Falmi pro sabahun, Bajramin, dhuratat, Bajramin në xhami mes xhamatit, eventualisht me pas ndonjë rast më specifik, duhet mos me vanu shumë, shkojmë pojmë Bajram, qoftë herët, qoftë dikur gjatë ditës, familjet që kanë pas një rast, ndoshta mas që javlen për me vizitu, ose duhet me vizitu, dhe Bajrami pastaj në familjet Xhan, në shtëpi na pret dreka, padyshim, pra dhe i thëjmë dreka Bajramit për hojmë këtë herët, parasysh. Dhe pastaj fillon pjesa e dytë, që shpresojmë edhe këtë pjesë të dytën tash me kalu mirë. Vizitat, pritjet, farë koordinimi e bojmë pak a shumë, ka disë herë dalmi ditën e parë, herë ditën e dytë, varë se shysh koordinomi me mbëlsira, ç'ki raportet? Me mbëlsira mirë, po s'na pas ka servu. Po thash më simulojmë shumë. Si do qëtë mirë, elhamdulillah, po duhet më rujt pak a shumë, po na këshillojnë më rujt për shiqerit, po me që thonë mirë. Po një Bajram zbot në mirë. Një Bajram, po, elhamdulillah, Zoti inshallah na bën jetë të ëmbël. Amin. Këtë botë dhe në botët e një jetë të mirë gjithashtu. Pra hoqë një kod begit gjatë, nëse muna me thonë, ke qëndru në Medinë, në Arabinë Saudite, qësh është atmosfera e Bajrameve dhe fitrit edhe kurbanit atje në raport me neve, po mërej me Kosovën? Po për ne si të huaj, nëse mund të qëmë, se në Medinë e do në zame nuk i kemi ndi vetën kur si të huaj. Me ndinën besimtari, ndinë vetë njerë zakonisht mirë, ma dje, s'pa thë ma mirë se në shtëpi, por... Po të thuaj se si në shtëpi. Si në shtëpi, dhe më thonë nuk e kemi ndinë nështë atë mungesën, për shkak të Medinës, bereqetit Medinës, vendit, xhamis profetit, po edhe për shkak se kemi qenë një numër i konsiderueshëm i studentave dhe edhe dikur bënëm edhe familje, kështu që kemi pas atje një atmosferë të mirë. Megjithatë,
ne tash si jo të, domethënë si musafir që ishim në atë vend, kemi pas pak vrejt ajo mungësia e familjes e vllazëllakut, na mungeshin ato vizitat e ardhjet shkollë. Megjithatë mundoheshmi ne me zveti me kompenzu, po edhe vizitat tek fëmijët në A qesin arab baklava? Në Medinë, po qesin në Belcira shumë, arabt, madje ata gjithsesi këtë vizitën edhe ata e kanë jashtëzakonisht të fuqishme brenda në familje. Përveç vizitave që i bojnë, ata e kanë edhe si tradicionisht kabile, familje të mëdha mblidhen në mbrëmje. Gjithë burrat, gratë, dikun tjetër i kanë disa salla ku pastaj festojnë, mbajnë fjalime Kur'an, po edhe ndajnë ndoshta shpërblime për familjar caktuar, dikush ndoshta në mesin e familjes ka dalë në pension, dikush ka arrit një sukses, i bojnë disa aktivitete që janë aktivitete gëzimi, por që ndoshta vështirë me mbledh dhe familjen dhe i shfrytëzojnë këto bajramet jashtëzakonisht mirë. Një pjesë e madhe për shembull në Medinë që kanë familjet ose janë me xhenezë në për vende të tjera, ata udhtojnë, domthonë bëhen bashkë me prindët e tyre, me familjen në për qytete të tjera, të Arabisë Saudite ose edhe në për fshatin. Megjithatë, është një atmosferë e mirë edhe në Medinë, por krahasuar për shembull me Ramazanin, atmosfera në Ramazan, si dëshmi në Bajram e vreshme, dallimi shumë i madh, domethënë mirë, po elhamdulillah prap ka qenë një jetë e mirë dhe kemi kujtime jashtëzakonisht mirë nga Medina e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Si festonte? Kurse për shembull tash nëse kam të drejtë, sepse kam përjetuar edhe ato disa herë edhe festën në Mekë ose vëllezërve tanë haxhive tash që janë haxh në Mekë, atje ndoshta për shkak të obligimeve të haxhit që janë, ndoshta në këto momente pak prej tyre dinë që është mundohen elhamdulillah, edhe mbrana në hotel ato me bën një farë lloj po ndoshta angazhimit dyqysh hotohen edhe mirë, po angazhimet e haxhiut janë të mëdha, në veçanërisht sot në ditën e Bajramit janë aktivitetet kryesore të haxhit, domethënë kthimi prej Arafatit, Muzdelifes, hudhja e gurve, tavafi, qetja flokëve, kurbani, ka obligime ka gjë shumë, krejt vonë ndoshta dikur vinë haxhit duke marrë veten dhe fillojnë pastaj me telefonata, me uru, me të afërm. Po aty në hotel edhe organizatorët bojnë një lloj atmosfere. Bojnë një farë lloj spa kohën kur kanë me hangur ushqim, me shtojnë ai omercinë ose pak mish kurbani kështu me radhë. Mi dhon pak ngjyrë festive edhe atje. Edhe pse atje festa më e madhe është përfundimi i haxhit. Po ajo është më e rëndësishme të haxhit, po në mënyrë të durr. Shpresoj që ndoshta mund të keni ose do të keni edhe lidhje me haxhallar ose me haxhiler ose me zyrtar që janë atje vërtet. Ja vlen se është një atmosferë e veçantë sigurisht. A kemi transmetime, po mendoj si ka festu Muhamedi alayhis salam qoftë të Bajramit, po ka të Kurban Bajramin, si ka qenë atmosfera në atë kohë, ndonë se kuptohet kushtet atëherë dhe sot janë jashtëzakonisht dallime të mëdha. Po i kanë festu, për shembull spori ka potencu se në Medinë kur ka shku profeti sallallahu alajhi wasallam ka pasur Medinelit kanë festu disa festa që i kanë pas të vendit. Dhe kur i ka pyet, ka thonë neve Zoti na i ka kompenzu me këto dy festa neve muslimanëve. Zoti na i ka kompenzu festat me dy festat e Bajramit, Bajramin e Fitit dhe Bajramin e Kurban Bajramit. Dhe ka porosit që të ngjallen tash të festohen edhe nuk është festu ku më ditë sa mirë, megjithatë transmetohet që janë bojë disa lojna, disa në xhami, ndoshta edhe për Bajram, po edhe në vende edhe herave tjera, dhe profeti edhe nuk i ka ndaluar, përkundrazi edhe familjes së tij ka dhënë hapësirë që me i përcjell, me i po flasim për Bajramin e Fitit, kurse Bajrami i Kurban i Haxhit
Ajo është më ndryshe. ka qenë sigurisht ka qenë edhe në Mekë obligimet e therrja kurbanit, madje ka therrë disa kurbane. Megjithatë, sot është një tjetër jetë. Ndryshe shumë. Dhe festimi sot ka marrë një kuptim tjetër në krahasim me festimin që është bë atëherë. Atëherë edhe festimi ka qenë po gëzim, po lëvizje, po vizita, po mirë, po gjithherë në kuadër të rrethana të parimeve të fesë, me tekbire, me namaz, me lutje, me sot ndoshta e ka bërë vetën edhe ndryshimet, edhe hapja nga kultura të tjera kanë ndikuar që edhe besimtarët po mundohemi pak a shumë me bën një lloj atmosfere festive në kuptimin e kohës që po jetojmë. Dhe mendoj se mirë ndoshta ende kemi nevojë po flas mi bë bajramet tona të dashura, në veçanti për fëmijët, mi ofru vërtet momente të paharruara, gjithmonë në kuadër të asaj që na lejon feja, po nëse asnjëherë s'ka hapësirë në bajram, gjithsesi se ka hapësirë për gëzim, ka hapësirë për festim, ka hapësirë me bën një atmosferë që besimtarët ndihen mirë dhe kënaqen dhe festojnë ose duke falendëruar Allahun subhanahu wa taala, sepse edhe prej ibadeteve është me gëzu një besimtar, ibadet është me vizitu një besimtar, ibadet është me dhënë selam një besimtar, ibadet është me çu hedije një besimtar. Pra festa nuk është kusht të bëhet me fishek zjarr, nuk është kusht për shembull, por festa është më gjë se sa mund ta kufizojmë ne. Gjithsesi, andaj kemi shumë hapësirë, po përveç që kemi hapësirë, mendoj që duhet që vërtet të shndrojmë edhe këto festa përveç asoj anës fetare, aty detyrave që duhet mi kryer gjatë bajramit, ne të bëjmë edhe diçka që vërtet ne vetë kënaqemi, jo të na kanë lekmi të tjerë, po ne vetë kënaqemi, besimtarët, familjet tona, por edhe fëmijët tonë, të kënaqen me festat tona dhe të mos i shkojnë ndoshta mendja për diçka tjetër. Për festat e tjerëve. Hoxha, nëse përfundove, nuk po të marrëm më shumë kohë, besoj që ose prap mysafirë se kemi shku diku mysafir, kështu që falenderoj shumë për këto minuta që ishe pjesë e këtij emisioni festiv. Se unë për shfrytëzoj rastin pjavaroj bajramin edhe mos mushin me ardha me që do jarona. Të pak të mbili përmes televizorit. Po, inshallah Zoti ka boll edhe bajramin edhe ata cilët kanë thirrë kurban edhe kurbanin edhe çdo ibadet të mirë që kanë bërë besimtarët, Zoti u apranoft, harmoni, rahati, mirëqenie në familjet e vendit tonë, popullit tonë, Zoti qoftë dhe dhëroft. Inshallah presimi bajrame edhe më të mirë, me kushte edhe më të mira, jo kushte ndoshta materiale, por kushte përgjithësi të jetës pa telashe, pa probleme, pa ngarkesa. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe mana juaj, Allah shpërbleft. Të nderuar shikues të Drejtërisë, ne vazhdojmë tutje me një blog të sponsorëve tanë ku kanë ndëruar festën e Kurban Bayramit.
Atëherë të nderuar shikues të RTI-s, vazhdojmë tutje me programin festiv të festës së Kurban Bayramit në RTI dhe tani më do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra përkatësisht në xhamin Mëshira në Lucern, atje ku kemi Hoxhi Irfan Jahiun për të dëgjuar e për të parë pak a shumë atmosferën që ka mbizotruar në këtë xhami dhe në atë rreth ku Hoxha është imam. Hoxhën e kemi në linjë të drejtë për drejtë. Selam aleikum nga Prishtina. Aleikum selam, zonë bereketu nga Lucern. Hoxhë, urime për ju edhe për gjithë muslimanët atje, festa e Kurban Bayramit. Faleminderit shumë, Allah e shpëlbeft edhe ju gjithashtu urime. Allah Zogjel na i pranon veprat e kurbanit, Allah Zogjel na i bashkon zemrat edhe trupat tona. Amin. Atëherë Hoxhë, çysh ka qenë atmosfera e festës Kurban Bayramit në xhamin ku ju jeni imam për në xhamian Mëshira, nga namazi sabat, po më falja namazet Kurban Bayramit e deri tek këto orë të paraditës, përgjithësi si ka shku? Në përgjithësi ka shku mirë, alhamdulillah, edhe zakonisht i çdo Bayram xhamit kanë gjallëri. Gjallëria do të thotë është e dukshme edhe shije qartë. Për shkak se numri i namazfaqeve është shumë më i madh se sa ditëve tjera që janë ditë zakonshme, edhe pse sot është ditë xumë, është ditë pune, megjithatë namazfaq ka pas shumë prej këtyre gjenive dhe gati gjitha moshave. Xhamia ka qenë e mbushur qysharat, për shkak se edhe numri është më i kufizuar, nuk është sikurse disa xhami tjera që kanë më shumë hapësirë. Po megjithatë numri i tyre ka qenë diku 150 deri 200 veta që kanë prezantuar do thotë këtë xhami. Këto do thotë xhami Mëshira Lucern. Siç ta thash edhe më herët, do thotë është ditë ku gjallërohet xhamia edhe ku shihen qartë do thotë gëzimet e muslimanëve të tjerë tyre. Pra, xhamia ta persona 150 veta janë falë brenda apo edhe jashtë keni hapësirë? Jo, jashtë nuk ka hapësirë. Vetëm brenda. Është të tillë që nuk ka mundësi, po është vend do thotë i mbyllur, është vend do thotë ku është i kufizuar me numër, po megjithatë këtu ka edhe më shumë se një xhami që janë. Edhe prandaj besimtarë shpërndarën, po te ne do thotë te kjo xhami, ky numër është numër do thotë që besoj që do ishte edhe shumë më i madh sikur të kishin pas një objekt më të madh, po mundësitë janë tilla, do thotë edhe prandaj do thotë numri është prej 150 deri 200 veta që kanë qenë prezent sot në këtë vend. Puna e vizitave sa është hala traditë tek ju, të pas parasysh në vendet tona ku po jetojmë është zbeh pak a shumë fatkeqësisht e lemo në diasporë, por ndonjëherë ju diaspora dini me kalu edhe vendeve ku njihen për vende si fetare muslimane, por që aktivitetet e shumta të juaja po bëjnë vetën që më mbajt ende lidhja e muslimanëve mes vete. S'ka dyshim që këtu ndoshta edhe friga nga dobësimi i imanit dhe friga nga humbja e identitetit fetar dhe kombëtar i bën edhe besimtarët të qenë më shumë bashkë, njëri me tjetrin edhe ta vizitojnë njëri tjetrin. Unë thash se sot xhamia ka qenë më ndryshe në krahasim me ditët e tjera, edhe atmosfera ka qenë më ndryshe. Do thotë duke filluar prej te falja e namazit Bayramit, edhe pastaj ajo periudha kohore që është mes faljes namazit Bayramit, mes faljes namazit Sabat edhe Bayramit, ku besimtarët e kanë prit do thotë me dhikr, me leximin e Kuranit edhe me tekbire, pastaj normalisht edhe këshilla edhe falja e Bayramit dhe hutbja, e pastaj do thotë urimi i Bayramit njëri tjetrit. Por unë thash se dita e sotit, do thotë dita e Kurban Bayramit është ditë e xumë, është ditë pune këtu, edhe punohet e një pjesë e besimtarëve kanë shkuar në për punë, po inshallah ata kur të kthehen pas punës, besoj që shkojnë i vizitojnë të afërmit e tyre edhe farefisin e tyre. Ata që janë më afër, edhe që kanë mundësi për vizita, besoj që vizitojnë edhe mbajnë për shkak se
ata nuk kanë qerë. Ne jemi këtu realisht si një familje, edhe mundojmë ta mbojmë njëri qetrin. Nuk jemi sikur se trevat e tuna ku kemi ma shumë antar familjes edhe e njohim njëri qetrin, po këtu mundojmë ata që jemi, ata ta vizitojmë njëri qetrin edhe t'i mbojmë lidhje me njëri qetrin. Është e vërtet që kohët fundit ka zbehje në raporte veçanti mes familjarëve dhe mes akrabave, po kjo është realiteti jonë. Ka pas shumë faktorë që kanë ndiku, po shpresoj që Allah që të na zbukë zemrat e tona edhe të bashkojmë sikur se kanë qenë edhe me atë gjeneratat e marshme. Kështu që me të vërtetë Bajrami përjetohet edhe shijohet si ditë feste edhe ditë unifikimi, jo ditë ku përçarë në zemrat e tona. Nëse ne festojmë bashkë, atëherë ngjejmë atë kënaqësi. Nëse secili e feston veç e veç, atëherë padyshim se ajo kënaqësia dhe gëzimi është i madh. Puna e ëmbëlsirave, që keni punë me ëmbëlsira, ka vende ku mund të bleni apo i përgatitni apo sepse nga fotografitë, nga videot të shohim që edhe tek ju nuk mungojnë ëmbëlsirat. Po, përgjithësi ëmbëlsira zakonisht i thellin prej shtëpive, po dhe ka edhe vende ku ka mundësi për me i ble, ka do thotë ëmbëlsirat të cilat janë tradicionale në vendet tona, ku i shesin disa prej shqitorëve që janë shqitorë që i mbajnë do thotë margjimtar që janë prej vendeve tona, po trojeve tona, po ka edhe do thotë vende tjera ku ato blihen edhe pastaj do thotë normalisht u jepen do thotë xhamatlive ose namazpashve që vinë ditën e Bajramit me qëllim që shijohet edhe pak ai gëzimi i ditës Bajramit. Si ja bëni me kurbanin, si e preni kurbanin apo e përësini në për vende ndryshme? Kurbanat, xhamia do të organizon grumbullimin e kurbanave edhe shërbimin e xhamative në këtë aspekt. Po në përgjithësi kurbanat po flas për vendet e diasporës, i grumbullojnë po për vendet tona, do të thotë për Bashkitë Islame, qoftë Maqedonisë Veriore apo Kosovës apo Shqipërisë, apo qoftë do thotë për disa vende tjera islame, sikurse do thotë tokat e Afrikës apo disa vende tjera. E ta valët për xhamive do thotë ata që i grumbullojnë të kujtë të vëndë. Mirë, po me i thërë, këtu nuk thërën, unë nëse kanë informacione, për shkak se ligjet janë tilla që e ndalojnë ose kanë disa kritere ma theksuar, ma veçanta që nuk është e lehtë që ato që zbatohen. Prandaj ato thonë grumbullore dhe pastaj dërgohen do thotë në për vendet caktuara ku ata e shohin që është ma e mirë edhe ma e dobishme për muslimanë. Po normalisht grumbullimi i tyre nuk është i vogël, është i madh, edhe për çdo vit vetëm se shtohet, ashtu si shtohen do thotë edhe namazlit, për çdo vit kjo është e mirë, edhe sikurse shtohen do thotë edhe ata që kontribuojnë në këtë aspekt. Atëherë hoxh nuk po të marrëm kohë më shumë, besoj që pret vizita ose kemi bërë një vizitë këtë pasdite që apo këto orë të pasditës që kanë mbetur në dispozicion. Faleminderit shumë për lidhjet tuaj direkte. Ju përshëndesim nëse s'ke ndonjë mesazh për fund për shikuesit tanë. Allah shpërbleft edhe juve për thirrjen edhe unë veç kisha pas dëshirë ta përshoj një mesazh që ky Bajram që Bajram i unitetit, i unifikimit, Bajram që i bashkon zemrat e tona, Bajram që nuk e harrojmë lutjet e tona dhe gjithë vëllezërit tonë musliman kudo që janë dhe e lutem Allahun që t'i pranoj veprat e tona, kurbanat e tona, dhe lutem Allahun që vazhdimisht që kanë shku dhe numri i tyre nuk është i vogël. Alhamdulillah po shohim se për çdo vit po shtohet qoftë prej vendeve tona, po qoftë edhe prej vendeve perëndimore, po shtohet për çdo vit. E lutem Allahun që Allah zgjat to kështu pas pranuar haxhin dhe lutem Allahun që ata të kthehen në shtëpitë e tyre të gjejnë familjarë që ndoshë mirë, me haç të pranuar dhe me gjuna të shlyera. E ju Allah ju shpërblet, Allah ju të kalofni sa më mirë. Allahumma amin. Allah shpërblet. Faleminderit shumë. Aleikum selam të nderuar miq të rëndësishëm dhe të programit festiv të festës së Kurban Bajramit, që kemi filluar tashmë në këtë orë të paraditës. Sigurisht do të kemi edhe program tjetër nga kolegët. Ne jemi në lidhje të drejtë për drejtë me Hoxhë Irfan Jahiun nga Xhamia Mëshira në Lucern të Zvicrës. Ndërkaq do të vazhdojmë tutje me një blog marketingu e pastaj do të vazhdojmë me musafirin e radhës që kemi Borem Fazliun nga grupi humoristik Wewe Show. Qëndroni me ne.
Vendosëm të krijoni më të mirën për ju dhe kuzhinën tuaj. Menduam për çdo detaj, që të ishin pjesë e çdo momenti të ditës suaj. U kujdesëm për shumë llojshmërinë, kualitetin dhe mbi të gjitha, një shije të paharrueshme. Perfetto, e preferuara e kuzhinës. Krem banane, liri, ëmbël. Çdo hotel me 5 yje ka aromën e vet të veçantë. Tash, edhe për shtëpinë ose biznesin tënd, me Aroma Dream, aroma ekskluzive nga Zvicra, me cilësi të lartë dhe dizajn elegant. Në veturën tënde, me air freshener premium prej Aroma Dream, për një përvojë të këndshme në çdo udhtim. Zgjedh nga 6 aroma të përzgjedhura me kujdes për stil dhe freski. Super ofertë, vetëm 39 euro. Difuzer smart, një aromë për ambient dhe një për vetur falas. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Dhjami i gusave. Dhjami i gusave, mjekues për bronhitis, mushkri, koll dhe probleme me nyje. 100% original i përgatitur në kushte shtëpiake, porosit dhe gjeje zgjidhjen tek ne në numrin e telefonit +383 45 616 588. Transporti kudo në Kosovë, Maqedoni e Shqipëri. Festa Kurban Bajramit sjell gëzim të madh ndër njerëz, por si ndihen familjet në nevojë. Prerja kurbanit është obligim për muslimanin dhe vepra më e bekuar e kësaj feste. Andaj mbush sofrat dhe zemrat të skamnorëve dhe jetimave. Firma Esnafi në mënyrë profesionale organizon ferien, përgatitjen dhe shpërndarjen e kurbanëve tek më shumë se 2000 familje nevojtare gjithandej Kosovës. Përfito sevape dhe gëzoje dikë tjetër. Duke filluar nga 140 euro, ju mund të porosisni kurbanin tuaj. Ndërsa për të gjitha procedura tjera, përkujdesemi ne. Besimi juaj është amaneti ynë. Jizara Ambassador Men, the fragrance of desire, a symbol of strength in style, unmistakable, unforgettable, be irresistible to everyone. Jizara Ambassador Men, the bestseller from Jizara, Switzerland. Duke paguar kurbanin tuaj në Islamic Relief Kosova, ju ndihmoni shumë familje me fëmijë jetim. Islamic Relief Kosova me përgjegjësi të madhe bën shpërndarjen e mishit të kurbanit te familjet në nevojë për të dërguar në vend amanetin tuaj. Andaj, e jani në zyret tona apo vizitojeni webfaqen tonë islamicreliefkosova.org.
don me blej diçka e mos me bajt gajlen qysh me bajt, e Telpost ta kryen këtë punë. Prej ruajtjes së porosive e deri te dërgesa, hiç s'ki nevojë me u shqetësu. Me Telpost shpejt e sigurt. Na kontaktoni në rrjetet tona sociale, Facebook dhe Instagram, si dhe dy numrat e telefonit 048 171 615, si dhe 048 171 617. Me Telpost shpejt e sigurt. Me RTI-s vazhdojmë tutje me programin festiv të RTI-s pra për festën e Kurban Bajramit, pas musafiri, lidhje pas lidhje direkte me hoxhallarët apo me miqtanë që kemi në diaspor. Musafiri radhës është Burim Fazliu nga grupi humoristik i njohur Weve Show, me të cilë do të jemi së bashku për disa minuta me këshyrë e fol pak për festën, nëse nuk e ka, s'po me thonë diçka tjetër, por nëse nuk e ka lodhë baklava po mbëlsira. Burim, selam aleikum, mirë se erdhe. Aleikum selam. Mirë gjatëm. Për hajë Bajramin mos fare. Paç për hajë edhe juve edhe gjithë atyre që janë të shiku këtë emision. Na im sot pak ma letë, qaj i Ramazanit, po thëmë thujza kështu për në lodhë ka pak, për në dokën, për në gjasuin senet. A vëdhen nëj objekt për në gjasën ngut qojit, nëj një tjetër. Që kemi po video që... Po dhe, këj pak ma letë, këj pak ma letë, ha? A je marakli i mbëlsirave, ose i baklavës ma shqip? A mbëlsirat, në të kalëzu drejten, që thunë i fjallë më lidhët që të. A më fort nuk... Për shka porin fit? Po, nuk mëj me hongër, po baklavën e ho interesant. Baklavën e kam qef, me kon e mirë, kështë. Blemi, ha? E ho, me blemi, po me kon një dore e mirë, shme dhonë. Po, gjithë qysh dhe të me posë një gotë ujë nga të vetit ka pak. Po, tjetër, së për një shetë në se blokoj. Për nëshe, ja më lëksho dhe akullurit i kam qef. Ja më lësina dhe valla na jem ka pak. Po në thoi më rujt, po më ndoj më rujt këherë, pos... Ja, unë smoj, nuk ma bonë. Ja, unë në 3 vjetë me moj djetë, së punë me moj, për majtë në drejk hajnë dorë, po banë në 3 vjetë. Po, vish, edhe, nejse, kështë të treguni, po shkej ke e reklamë, kështë që s'po flasë. Po, mirë. Që shkalove këto orët paraditës të kësaj feste? Bajramin ke folë besaj? Po, fale, ka në keni ofër si në gjamië? Na gjamin mas ofër që kena gjamin e Varrezave këtu në Arbrin, Dragëdan. Te Hoxha Qemajla, po? Po, Hoxha Qemajla, Qemajl Sopa. Për shkak se na pej dykon viteve 60 ko gjoni farsheri li e i ma shumë. 60, herit të 10. Jem në Arbëris atë, në qatë lagje, spetra thujmë, hale, do adon aty jem banojmë, do adon qatë gjami e kemë ofër, po interesant Bajramin e falis gjithë mund në Bilish. Në Bilish? Po, në Bilish të mulla Recep Çerkezi. Recep Çerkezi. Madan shpirti atë njeri, e du fort, unë pilqen ligjërata e tina. A dënë dhe tyja vështë të anë dënë? Orna? A dënë dhe tyja vështë të anë dënë? Jo, e kemë reciproke. Reciproke. Nashta dikush, na jem për përmenin këtu, e pa ta shkru me qëllim në herën në status Facebook, thash, lejohet në kamota thash në islam. E allo shumë do pak dikush është maj gotëshëm, qysh bre lejohet, po është ndalume, është ta nek. I lash pak, atë në kështë mu shprej, do frejnë sa atë. Mu shprej pak. Ta në këthejo, thash, po dashnin, me këthy me ma shumë dashni. Po lejohet, cile kamot e lejohet. Po, thash që kjo, thash besoj që, qysh e kështu e sene. Kështu që po thëmë edhe te raporti me Hoxhën, ja dhe me shumë hoxhallar tjerë, se unë një shumë edhe i kam me shumë prej tyne, po një prej tyne është donë i ndërumi Recep Çerkezi, nashta në njën e lëshojnë, pak ka mod dikush ma shumë për... Ka dallime për të vogla besoj, ha? Po, nuk është që vrejen shumë. Pra shkojnë ti në Bilish e folë bërë? Po, shkojnë në Bilish, zakonisht që na herët shkoj për namaz ca bojt, edhe ngojmë qatë ligjëratën mas nej dej, kur vjen puna për me falë Bajramin, mas nej pej Bajramit këthejme nashta dikun nalë, zakonisht shkoj me babën, me prindin, djallin e marrë me vete. Për ndryshone i kam 2 djallë, po kjo është i vogël, 2 vjeç, ato me marrë
na bën telashe. Telashe të zhurë me sene. Edhe ndodhë që kthehemi dikon e pim në kafe, na shtanalëm dikon, vim të shtëpia, me familje, bajram, me azhallar, me djemë të azhallarve asajde. Edhe mas nej, ndodhë që presim, vjen nej kusheri, nej diçka, ma vuën të një dalim edhe na, pak në për kusheri familje, ndryshëm tezë. Apo ka shumë vizita kështu, apo osbeja dhe nga ona juj? Mirë qëndrojna, uzbeh pak, e ka rrug që thuj një frym pak e asajna, po mirë, nuk ka kesh. Speqen jo? Po, për ndryshe na azhalart jem ofër, doj nuk kam, teze i kam disa djemë tezës vijim për shaull edhe shkojmë, po ma pak disa vjen jashtë, kështu që avden qata qaj në konë thuj se jenë apet që ato vizita, që ato shoqënia këtu, po mirë, nuk ka kesh. Do në pak e hish. Po qojmë si urime në për Messenger, në për Viber, WhatsApp, si në të plumën me dhe shuta me dhe. Po me këtë flutur, po ta ojë bajromen në ty dhe, adin, ajo... Ose da interesant që së pëtej me shu burë që ka që referat urimin. Urimin bajromen me aften. Bash. Lodhësh. Mu është shfrym, kër të më rrish në fund atje, kër të këshosh për hajl bajrome. Atje në fund. Se me honë të mbojnë në fa doktorature. është një hoqë ndërum s'po e ceki, cili për uj shmon... Sekret. Po, emrin e ti, një farë fjallë e thek e mirë. Kër e shëtë që është qështu që e ka bo si copy-paste, do më thonë nuk e ka shkru që thuj një fjallë në popull kështu mistekele, apo stafat për mu, për shamëll, na jem vloj doshë, për shamëll, prajtë ko bajro me ty dhe familjes tonë në shamëll, po është copy-paste për gjithë, nuk ja këthej heq dhe ke. Një farë forme, thëmë që ka drejt edhe pëse unë s'po mëj. Apet dhëtë me akti bile, qysh ma shkru në që ashtu edhe ja shkru, shpo më falem dhe të urime edhe ju, vetë që kasë. A kër e di që më ka shkru taman, se vrejnë bëdhën pe i shkrimit. E këtu e me pluma me... Po me pluma, po jenë nol, interesant jenë nol, pak të onë, pak të jenë nol, amo me pluma, po ka pasa si plumi me asë i farë dzica, kështu ka pak e me këtë plum të vrejt që po që atë mbizët të rëja, nekneje, hajde dhe se mira, pe di që po thu paraj bajrome. Sa ma shkurt, ma qartë, ma mirë. Sena, naj fora, naj diskajve lekit, po ja mirë. Fëmive, a keni zakon me jop shqeqere apo pore? Pore. Pore, a? Unë edhe unë kërëm konë i vogël, do më dhënë kush ka ardhë, e mojmë men, zakonisht nga ka një pare edhe njëre një farë forme, tash e mojmë men që kush e ka posë shmonë zakon me filonin, që kërë e pa isha ndërë një farë forme që erdhë me bo bajram X-e, e desha që lujti puna. Kësë diçka. Kështu që edhe unë e praktikaj, nashta s'është më që më thonë asë më lavdu, asë kështë, po mënuna me praktiku, po thëmë faktin i përcjell nashta fëmin edhe ata, kur të rritën bohën dëzët e vetët që thujnë, e vazhdojnë këtë tradit me i gëzu fëmin, edhe nëse kur gjë heq, ju jetë ajo, adhen që gjithmonë për bajram, na kanë dhuru t'i qka. Sa që e praktikaj, mënona me praktiku, edhe kur u thej jashtë, e këthejna për jashtë, sidomos mbesat mija edhe fëmive, gjithësysh diçka, se thëmë, fakten ju jetë që e thëtë pësar ka shku shambull besat, doja dikën. Të mon men për mija. Po. Du më jalonë si kujtim, se jo që e bëj nomen, që thujnë një varë fjole. E mon men për të mira dhe ku të plakë është të nga të bjene e farbakshishit, se doja dikur. Po e në shohla, jenë që më dhonë që thujnë një fjole të hojrë, e vazhdojnë. Për shofë që të varë për rajone, për fshatra, për qyteteve, drejken e bajramin, e dim, po mërej drejken e bajramin, kërësisht më hangën 11-12 dhe për hajnë 10 do në gjysë, interesant për vendeve. Drejka më hangën 9 dhe qysh. Interesant. Qysh mi thonë asoj në drejka. Na jem, për shamull azhalort, që thash jem ofër e praktikujnë që të drejken e bajramit më hangën për shamull 11-12 qëtë.
Unë në familje tem, baba em, për të mi, do më thonë, e praktikoj na si gjithmonë. Shamull, kryet Ramazani, hojmë mëngjesin me senet leta, si sot, për shamull, ose dje, ose kështë, edhe mas nej drekën e hojna, 4-5, ta më në drekë kështë. Familje tem. A më përgjithsi, po, është kjo 11-12 që e hojna drekën e Bajramit, po, te one e këthejna me një herë, ta më në qyshe bojmë për ditë, kështë. Me knësa me pula me qurë? Me knus është pak herët, nashta me hongër sot herët, se tani vjen nashta për një 4 herë po me hongër gjithësysh, po non, që aty zakonisht non mëngjesin, edhe mas nej drejka shtash në 4-5, edhe që kas 2 herë veç na e praktikojmë, dork nuk hojnë, veç nëse shambull unë ma lypë diçka ose dikuj tjetër, po për nërish e kështu si nuk hojmë dork. A qa menon për ata që ditën e 2 Bajramit nisën për Shqipëri shkojnë deti? Nuk e di a ke pas shkrimti, a ka pas dikush për kolegëve t'ju diçka? Unë e kom shkru, po për ditën e 2 apet ja fali, për ditën e parë, ne. Ku pa shka ditën e parë, vëlla? Ditën e parë shka në shambull të Naimi, se mos të marrëm emra tjerë. Shkon të Naimi, me bo Bajram, ding, dera mbyll, bo akia masaneshe, Naimi, në histori atje, në Shënxhen, Shumë e ollët në nejon është. E ollët mu më pengon, nashta se di, nashta edhe dikush vartë edhe qysh e përjetën, shmëllon Bajramin po festën e ato, po nashta I kisha arsye tu e pak dikush nuk ka shumë, edhin që si vjen Allah, kërkosh fort, abedin. Ska vizita janë dërprej lidhje festore. Ka prit, shkur me thonë, para 2 vjetë, para 3 vjetë, hesh vitin e kalume, ja dhe dikur thët, po mu s'po m'vjen, ashtu kështu s'po vjen, kërkosh grun e thmi, për shamull, ose me kën shkën edhe ecë. Këta, po thëmë I kësha artë se tu, nashta dyshysh, po për ndryshe unë e kom shkru vetë në Facebook, tash për Fitër Bajram, po ta shkru, tash shënë, si me thonë nesër, më shëllin shpijat, edhe Më thonë, festa e Bajrameve nuk është fest që shkëm me deti, me Shënxhena, me Velipoja, nuk ku gjasë për lidhë. Se lidhë. Me thonë, u shku në Stamboll, bile kësha, adem. E ka për dëshysh, se ka atmosfera tje. Po, dhe po, deti, dëshysh, se di. Po thëmë nashtë edhe, kejtë në varët kush, qysh e përjetën se këtu, që na thujnë edhe hoxhallar për shembull për hoxhën e për janë sene që përjetohen, po sa dush mundohesh mi tregu dikujt na apet nuk mundohesh mi tregu boll derisa vetë përjeton si agjerimin, si namazin, si hoxhën, si janë sene që përjetohen, kështu që me këta kolegë, me këta gashtë e gurit, a ban Bajram virtualisht apo fizikisht? Gashtë e gurit, varë. Në koshin gashtë e gurit, se gashtë puhish, gurit nuk e di. Gashtë mramore. Me kolegët ndodhë, herë ashtu, herë fizikisht, herë me telefon, pa njëre, nashta unë për vete nuk di me të regu pse nuk shkoj shemull, ose për ata nuk e di pse së vinë, për shemull nëse nuk vinë, pa unë nashta kumë posë mundësi me shku edhe qësë jëmë shku e s'di me të këllëgju me të valloj, më pështëllon punë. Pra bëtë fjallë për shku se për Bujarin edhe për Fadilin. Po për ndryshe, po, ndodhë që shkoj e vine. Ma shumë shkona se me... Keni raporte miqësore kështë të mira, po mëna, jo të më ato në aspektin profesional. Diskutohet, se I kem shpijat thue se për bolë, nuk jam, që me thonë tash pak mak në knej. E kom një kojë shi tjetër, që me thonë bashkë për bolë, e Fadili e Bujari janë, që me thonë shpinë ofër, ose në gjita, që thujnë me qatë kojshin që është për bolë meje. Por ndryshe jena rritë bashkë edhe babalorët, në u kanë rritë që tash për viteve 60 jena atë. Bujori se di, po edhe ata sigurisht që është të diçka. Do më thonë edhe babalorët në kanë rritë aty, së bashku në qatë logje, edhe na, për shumë që në me bujorin, parafërsisht, ju një vetë pilota, jam maj malë se bujori. General, po, Fadili normal është para nesh. Po, e kemë raportu që më si shpitem, edhe të ata, edhe ata të unë, edhe... A kemi diçka të rejtë për një projekt se përket showet? Ka mundësi diçka, po flitës shumë, sa I përket na 3, po flitëm shumë ndërmjet veti, po tash që thuj një fjallë cilët dojnë amiron nuk vedi. Ka me shku,
ka lafe me bujare, për shembull me çu emisione ndikun tjetër në radio që e kem pas njënën për radio në emision të natës, rojtar të natës që është thirr, e që ka një emision bagi ndëgjueshëm edhe ka pas shmëllon batutat mira, aty kem pas një farë lojeve patëm praktiku në erdhë aty me emra, për shembull Adul, Fadili, Halitet, Haliti, i kena pas dhe kështë. Do nuk ka një emision i dëgjueshëm, jem të shiku me bujaren edhe për ato, po edhe diçka si treshe kështu në për televizione, sa që këtë dit bisedova edhe me një skenares që ja ka marrë dorën këtyne gjanave, seriale, sene. Të shumë, nuk e di, hale, kem shumë kështu, po thati, sikur në atë sitën kur të qëtë mielën, ose diçka pak e shkum, pak edhe në nëzira ato më të mirën, që na menujmë që është më e mira, do të që ja qëllojnë, apo të shumë, s'po di. Mediat në Kosovë, në radiot e po televizionit, ka nevoj për humorin e juj, për programin e juj. Do në që pasere keni qenë disa televizione, por që ka nevoj me qenë vazhdimisht. Ma zjatë pak, ma për një me. Ma për një me. Atër bërim një sëskime shtu ku gjanë për fond, i zëmburë. Se mos po vjen në i kështë. Po jo, na jem të shumë, tash, po të thamë që ka nevoj, na është ta që shumë të arsyshme, na jem të hopën të më me gjithë se cilë me bashkëpunu, varët sa gjojnë kompromis me ta, të shumë, kanë diçka edhe ata, po kanë po transmitojnë mirën, tash, po thamë nuk ka kesh, po me qenë edhe na, dikun edhe ma mirë, me pas publiku zgjedhje, ma shumë, ma mirë është. Edhe alternativa ndryshme. Të bëjmë faleminderit shumë, zotit shpërblev të kujdesit baklava. Gjithse qysh. Muaj që trup shihise. Po sa të mujna, po rina në vit. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Të nderuar miq, vazhdojmë tutje me programin festiv, qëndroni me ne. Atëherë miq të nderuar të rrethëris, vazhdojmë tutje me programin festiv të festës së Kurban Bayramit, me intervista të ndryshme në studio, po ashtu edhe me disa lidhje direkte edhe nga Mekka, vendi bekum nga Qabja, po ashtu edhe me disa hoxhallar të cilët i kemi tashmë dim që kemi shumë shqiptar, shumë kosovar në diasporë. Kështu që lidhja radhës do të jetë me Hoxh Abedin Ibrahimin nga Gjermania, i cili është imam në xhamin Abdosh Çizmolli. Abedinin e kemi në lidhje. Selam aleikum nga Prishtina. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Selam nga qyteti i Çelpishit, gjithsesi nga xhamia Abdosh Çizmolli. Faleminderit shumë, urime Bayrami për ju edhe për xhamatin e juaj atje. Faleminderit gjithashtu edhe për të gjithë ju atje, urime dhe për shumat. Atëherë, i nderuam, na flisni pak a shumë për atmosferën e bajrameve, konkretisht të festës së Kurban Bayramit në xhamin ku ju jeni imam. Tu e lidh me namazin sabahit, me ligjëratat, me faljen e namazit të Kurban Bayramit, pastaj me vizitat. Në përgjithësi, si shkon atmosfera Bayramit në xhamin e juaj ku ju jeni apo shërbeni si imam? Si çdo vend, edhe këtu në Gjermani, e veçanti në xhamiat tona, është e njëjta traditë, sidomos me traditën e Kosovës, vazhdojmë edhe në Gjermani. Do thotë besimtarët grumbullohen dhe e hapin, do thotë programit festiv të Kurban Bayramit me namazin e Bayramit. Pastaj do thotë mbahet një ligjërat, një këshill e shkurtër, pastaj falet do thotë namazi i Bayramit, mbahet hutbja dhe pastaj do thotë të gjithë e urojmë njëri tjetrin dhe e bëjmë një koktejl rasti, kështu do thotë vazhdon do thotë dita apo fillimi i parë i festës së Bayramit. Ka xhamat shumë, mushë xhamia edhe tek ju sikurse tek ne në Kosovë apo si qëndron? Nuk është sigurisht në Kosovë, mirë po prapë nuk është edhe këto keq, do thotë ne këto xhamia nuk i kemi shumë edhe të mëdha, mirë po arrin numri deri në 350-400 besimtarë, do thotë grumbullohen nga rrethina këtu ku jemi, mirë po kemi edhe nga nacionalitetet tjera, prej Sirianëve, prej Egjiptianëve, prej Marokos, do thotë kemi nga shtete të ndryshme, mirë po shumicat e mundse janë nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga të Ballkanit.
Si qëndron atmosfera në për shtëpitë juja, në për familjet e juja, bëni vizita, keni ëmbëlsira, apo i bleni ëmbëlsirat, apo si qëndron puna e baklavës, se shqiptarët jemi në përgjithësi merak në ëmbëlsira. Zatën edhe Bajrami, ndër veçoritë që i ka edhe me ëmbëlsira. E thash edhe në fillim që traditat, edhe pse jemi këtu në Gurbet, nuk kemi ndryshuar as pak. Mundohemi më shumë se sa atë në Kosovë me mbajt traditën, do thotë, e të parëve tonë. Do thotë, nana tona, gratë dhe nuset para Bajramit fillon ai atmosfera me gatu baklavën. Secili pastaj do shkon në shtëpiat e veta, urojnë me njëri tjetrin, pastaj do thotë tek familjarët, edhe pse këtu nuk është e njëjta situatë si në Kosovë, këtu është pak më largimi me familjar, mirë po prapse gjejmë kohë dhe mundësi për të uruar njëri tjetrin, apo bashkohemi në një vend të gjithë dhe e hajmë drekën e Bajramit. Ndonë se e ceke pra që e kam pa dhe vetë, përkundër që largësisë që e keni, distancës që e keni, shumë adete apo tradita, edhe fetarisht edhe si popull do thotë vazhdoni me i mbajt, pra lidhjet farafiznore, lidhjet shoqërore, mandej kam pa që shembull në namaz xhumas u thoni me qindra kilometra për me fal namazin xhumas, ose për një namaz sabat në Kosovë mund ta kemi xhami ndoshta 200 metra dhe e konsiderojmë si largësi, ndërkaq që ju me kilometra të tëra dhe nuk e keni problem. Kjo qëndron edhe për Bajram me vizitu mes dashamirët, me ardhur dikush te ju dhe jo me shku dikon aq larg? Padyshim, do thotë nuk e kanë, do thotë, dert, do thotë distancën, përderisa do thotë është një herë në vit, do thotë ku tubohen dhe grumbullohen, nuk e kanë problem, do thotë vinë me kilometra tëra dhe bashkohen. Qysh edhe ju vetë e cekt, do thotë nuk është edhe aq e lehtë organizimi fetar këtu në Gurbet. Mirë po, elhamdulillah, fal kontributit të hoxhallarëve, vëllezërve dhe motrave, do thotë çdo sen është duke na vlerësu dhe elhamdulillah jemi të kënaqur. Elhamdulillah. Ka xhamat që ka shkuar në haxh, e keni përcjell? Nga xhamati nuk kemi, mirë po kemi nga miqt, elhamdulillah. Do thotë është numër pak më i vogël, sepse nga Evropa është pak më e komplikuar dhe pak më e vështirë është për me shkuar në vendet e shenjta, nuk është si në Kosovë që është bashkia islame. Duhet drejt për drejt do të përmjet nusukut online në bo, e pastaj do të me votu në vendet e shenjta. Si ja bëni me kurbana atje në xhamin e juaj, me qenë se sipas ligjeve që janë në fuqinë në Evropë, për nuk lejohet prerja e kurbaneve apo kafshëve në hapësira publike? Është e vërtet, do të këto e kemi pak vështirësi. Mirë po, ata që dojmë me bozgjidhja dhe këto ka lehtësime, elhamdulillah, mirë po, shumica dërmuese e xhamatit do të i dërgojnë në vendlindjen, elhamdulillah, dhe atje do të familjarët apo nëpërmjet bashkisë islame dikush dhe kështu do të përfundon edhe ky ibadet. Atëherë mos më të marr kohë më shumë, një mesazh i shkurt për shikuesit tanë të rretërisë që kemi në Kosovë dhe në kënd botës nga ju i nderuar. Pasi që është ditë feste, në emrin tim si imam i xhamisë dhe stafit, i uroj të gjithëve festen e Kurban Bajramit, me shpresë të Allah subhanahu wa taala që Allahu na pranon të gjitha ibadetet dhe adhurimet që kemi bërë këtë ditë, në veçanti do të haxhilet. Lutem Allahu subhanahu wa taala që na kthejë në shëndosh e mirë dhe me mëkate të falura, përderisa jemi në ditë feste si mesazh nga unë për të gjithë vëllezërit dhe motrat është që t'ia shtrin dorën e pajtimit njëri tjetrit, është koha, momenti që ta përqafojnë dhe ti ndalojnë inatet, urrëtet me njëri tjetrin, nga se sot është ditë feste dhe jo ditë hidrimi. Ata nderuar Hoxha Abedin, faleminderit shumë për këtë lidhje, edhe një herë urime për juve dhe për gjithë vëllezërit tanë dhe motrat tona atje, suksese në punët e juaja që po i bëni. Faleminderit edhe juve, respekt për nderin që na vë hapësirën që dhe ne të kyçemi nëpërmjet televizionit tuaj. Shumë faleminderit, respekt për gjithë. Faleminderit shumë, selam aleikum dhe
Një ditë të mbarë, të ndëruar me që të rëtërisë, ne vazhdojmë tutje me programin festiv të Kurban Bajramit, po e këshyën letër sepse kemi skenone dhe kemi disa lidhje të cilat do t'i realizojmë, inshallah, her pas here këtu në këtë program që kemi si zakonisht tashmë në RTI çdo herë edhe unë, po ashtu edhe kolegët e mia që kanë program special. Ne do të vazhdojmë tutje për të festuar së bashku edhe me kolegët e mi këtë në RTI. Kemi Raimondin, realizuesin që është mbrapa kamerës, por që puna tina është shumë më madhe se sa puna jonë, por fatmirësisht apo fatkeqësisht neve na haro hise me dalë në kamerë e mundit apo Raimondit jo, por ai bën një punë të madhe, kështu që faleminderit për realizatorëve të këtij emisioni dhe për stafit mrekullueshëm të RTI-s. Do të bëjmë një lidhje tjetër të radhës ku tash do ta kemi Hoxhë Florin Mellovën, po ashtu nga Gjermania. Por shkojmë me një shpisë të shkurtër nëse mund të themi dhe pastaj do të lidhemi me Hoxhën direkt. Të nderuar me RTI-s, vazhdojmë tutje pas shpicës me programin tonë festiv të programit pra në RTI dhe pas lidhjes që e kishëm me Hoxhën Abedin Ibrahimi, do të shkojmë një lidhje tjetër në Gjermani, tek Xhamia Mesjidul Aqsa në Leverkusen të Gjermanisë, me Hoxhën Florin Mellova. Hoxhën e kemi në lidhje apo? Selam aleikum, përshëndetje nga Prishtina. Aleikum selam, zoti i ry, përshëndetje nga Leverkusen i xhamat. Urime Bajrami për ty dhe për xhamatin tënd dhe për këtë shqiptar që kemi atje. Faleminderit, urime paqë edhe pafsh dhe urime të gjithëve, festën e madhe dhe më të madhe të muslimanëve që ka filluar sot, festa e Kurban Bajramit, e urime të gjithëve e zoti i ry. Allah është përbleft, Hoxham. Përgjithsisht si ka shku atmosfera prej namazit sabahut, ligjërata e Bajramit deri më tash në këtë paradite në xhamin ku ju jeni imam. Vazhdimisht po mërej edhe në fitë Bajram, që ka shku edhe në Kurban Bajram, por neve na intereson normal në këtë festë tash më jemi në Kurban Bajram, si ka shkuar sot dhe si shkon në përgjithësi atmosfera me xhamat, me prezencën e xhamatit, me aktivitete kështu më radh. Elhamdulillah Zotit, sa i përket organizimit të festës së Bajramit dhe këtu në Evropë dhe në shumicën e xhamive shqiptare, xhamiat nuk po na mjaftojnë për ka hapësira që me fal Bajram lart aty, por një pjesë e madhe e xhamive shqiptare për ditën e Bajramit i mshel me krejt xhamia dhe lajmëron xhamatin dhe marrin salla e stadiume speciale vetëm për me fal Bajramin sepse numri është shumë i madh që vinë për Bajram. Në Bajramin e paraprak në fitë Bajram nuk kemi marrë sallën në Osterman Arena që është një prej sallave më të mëdha përballë stadiumit Bayer Arena të Leverkusenit dhe aty kemi pas Bajramin e kanë mbi 3000 veta. Sipas parashikimeve dhe ftesave që po na bojnë, numri mund të shkojë te domethënë do të jetë dhe kemi falë, do thotë numri ka qenë 3000, por këtë Bajram e ka lënë numri rreth 5000 veta që e falën Bajramin këtu dhe elhamdulillah Zotit, vërtet është diçka e jashtëzakonshme dhe po besoj që do të shihni edhe videot edhe fotot direkt nga salla, diçka që shqiptar po kënaqen duke përjetuar sepse edhe prej sunetit është që Bajrami më fal jashtë xhamisë. Por shqyqër Zote këmë bo një mundësi të jashtëzakonshme, një organizim shumë i mirë, një ekip i madh për 50 vetëve, që organizohen vetëm për Bajram, dhe alhamdulillah kemi një qëllimit dhe për çdo Bajram nuk po vjen vetëm dukush. Alhamdulillah, pra ato që ndoshta nuk po bëjmë ne në Kosovë për të praktikuar, për të falë namazin e Bajramit jashtë xhamisë, po bën ju atje në diasporë, por fal punës dhe përkushtimit që e keni ju si hoxh dhe shumë kolegë të juaj për bën një punë të madhe edhe në mos asimilimin e gjeneratave të reja që në kush që kanë shumë dashni ndoshta për vendlindje siç kanë pasur gjenerata e parë dhe e dytë dhe jo ndoshta e treta apo edhe katërta që po vjen. Atëherë hoxh e keni falë Bajramin rregull tash po e prisni mysafirë ose po shkoni mysafirë, çu shndron që kjo apo keni njerëz që po vinë apo keni ku më shku me bë Bajram apo se ka herë po më duket që ne themin që diasporë janë larg, po shkojnë për më shumë duket për mbani jo Bajramin atje se sa në Kosovë që kena në mezh kushit e migjallar të kështu me radhë. Ki drejt Zoti shpërbleft, ne po duam se përket kësaj çështje, po duam krahasu siç e tha dhe një hoxh, se xhamia në diasporë pikërisht po luajnë rolin siç e ka luajtur xhamia pejgamberit alayhis salam fillim, që i ka tejkalu për masat e në xhami, që do të thotë xhamia është rolin kryesor e ka më bëj ibadet namazet në to, por rolet anësore janë të shumta prej organizimit shqiptarëve, se vërtet xhamiat janë kthyer
me plenërisht të qendrat e bashkimit shqiptarëve dhe të muslimanëve në Evropë dhe nevoja e madhe dhe po qilën çdo qytet ka një xhami sepse po është nevojë e madhe dhe njerëzit po e gjejnë rahatin aty sepse si duket këtu në Evropë ka bërë Zoti i Madh ana ekonomike dhe shumë qefe anësore, domethënë jo të mundshme, por gjithmonë njëri ka nevojë për rahati shpirtërore dhe alhamdulillah po e gjej këtu. Edhe sa i përket edhe Bajramit, por edhe të festave të tjera, normal ka njerë janë distancat më të shkurta, më të gjata këtu, por është një organizim i mirë që ne kemi bërë tradit me organizu edhe fest të fëmijëve për Bajram. Domethënë vit caktuar me firmi krejt fëmijët e xhamatit dhe vitet e xhamia për ta përjetuar edhe me dhurata edhe fëmijët Bajramin e tyre në xhami. Domethënë ceremoni jashtë Bajramit speciale të xhamisë, pastaj edhe vitrita të familjeve të ndryshme, xhamateve tona, kur lojmë terminin se këto, domethënë termini është primare, por me shku ka 5 minuta, 10 minuta të secili xhamat, dhe elhamdulillah Zotit po funksionon jashtëzakonisht mirë dhe vërtet njëri pa ardhur me përjetu, nuk e din sa mirë dhe çysh përjetohet këtu. Ne jemi të kënaqur dhe organizimet që bëhet gjithmonë na dalin përtej parashikimeve sepse marrin pjesë shumë më shumë. Por me baklava, çysh keni punë? Ti si hoxh por edhe si xhamat? Normal, baklava është ai specialiteti më i mirë për muslimanët, domethënë Bajram edhe zakonisht kur vjen Bajrama, baklava e rregullakson ato ushqimet e tjera që për Bajram sepse është më e mira dhe dihet që ëmbëlsina më e mirë vjet për fund. Vërtet këtu shkëmbehen edhe këtu sa i përket traditat, domethënë Bajramit e familjes shqiptare dhe vërtet njeriu këtu e përjeton edhe në vendet tona, padyshim sepse një diçka është e sigurt tani më. Shqiptar e kanë dinë me organizu mënyrën më të mirë edhe Ramazanin, edhe Bajramet, edhe vizitat edhe krejt. Ne po e dëshmojmë ditë e më shumë që dimë u bashku, dimë me majtë festat fetare, e që besa dimë me majtë edhe festat kontare, dhe dimë me majtë ato festat dhe traditat familjare që vërtet ne mund të marrim lakmi Evropës për disa gjëra dhe për shkaqe materiale një pjesë e madhe ka këtu, por mund të japim mësim sa i përket mësimeve familjare, sa i përket vizitave familjare, sa i përket bashkimeve familjare, vërtet ne kemi shumë më mirë dhe këta na marrin lakmi neve se si organizohemi kaq shumë dhe si shkojmë kaq shumë te njëri tjetri dhe këta kanë njerë befasohen si është e mundur me shku musafir kaq shumë njëri tjetri. Pa, përkundër lagësisë që keni, domethënë me kilometra, me 100, me 200, me 300, ne kemi pra në Mexh dhe nuk shkojmë ndonjëherë fatkeqësisht, po përshpresojmë për ditë më të mira, ndonë se situata nuk është e mirë dhe favorshme për si komunitet, si popull që kemi pas dikur dhe që kemi sot. Kurbanat diaspora kryesisht i çojnë për Bashkinë Islame ose vende ndryshme për shkak se ligjet në fuqi që shedim nuk ja lejojnë me prej kafshët në ambiente të hopura, apo? Sa i përket organizimit kurbanëve këtu jemi duke shiqu me bë edhe këtë pjesë që me prej kurbanat këtu, bile ne privatisht, jo në mënyrë institucionale, por privatisht shkojmë i rezervojmë kafshët, dhe si vjet e kam bëha dhe une këtu jemi bë 7 vete këmi në rezervu një kafshët madhe, dhe do të shkojmë i vetë, domethënë më marrë me këtë punë, me prej me cotu dhe me barë deri tek ne. Që do të thotë nëse organizon në mënyrë private, lejohet vetëm me prejet e pronare që ta shep. Se lejohet një gjë e tillë, dhe dikun ka 7 është metra, domethënë me ta prejme ta bë krejt gati. Domethënë kafshën qysh është në kam me çmim fillestar, dhe po ashtu po na stilet çatë 200-250 euro për njëri sa i përket prera kurbanit, por kjo bëhet ka një pakicë vogël e njerëzve, shumica e njerëzve domethënë i pagujnë kurbanat te xhamia, këto e bëjmë te xhamia jon që është ka 200 euro tani, dhe pastaj ne domethënë e morëm si amanet me krye dhe autorizojmë vllazërit tonë, xhamia tona, njerëzit tonë që kanë vendet e tona, dhe amaneti tyre shkon vend. Kështu veprojmë edhe me vitrat, kështu veprojmë edhe me sadakate ndryshme, por nëse njëri don ka mundësi domethënë edhe këtu me prej kurban vet pas një problem, vetë që duhet pak punë më shumë, dhe ne kemi lënë domethënë se sot është dita e parë e Bajramit, nesër ditën e dytë më marr me kurbanat personale. Pra pas ka mundësi me prej kurban veç me kushtet që ata i kërkojnë. Pa asnjë problem, vetëm prerja më ndodh te pronari që ta ka shit, dhe ti shkon aty vetë pret, vetë cakton, vetë krejt, dhe nuk ka asnjë problem. Ka vende të tilla, do të angazhojmë më shumë, por elhamdulillah është prej sunetit që secili me shiju miqin e kurbanit në ditët e Bajramit. Alhamdulillah.
ka mundësi vetëm duhet njëri punë, sepse janë disa gjëra si që ka thënë një hoxhi madh, gjëra që nuk arrihen me forcë dhe me parametra tonë njerëzor, arrihen me iman. Edhe këto gjëra alhamdulillah po vinë atë. Atëherë, hoxhi nderuar, faleminderit për këtë lidhje. Ne nuk po të marrim kohë më shumë, mund të vazhdoni fesën në vendin ku jeni. Ju përshëndesim dhe nëse s'keni ndonjë mesazh për fund, faleminderit shumë edhe herë për këtë mundësi të kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Po edhe një mesazh për fund, vërtet kjo mbasi është festa më e madhe e muslimanëve, për çfarë nuk i ka një ditë, po i ka 4 ditë dhe ka mundësi domethënë edhe për urime, edhe për kurbana, edhe për vizita, edhe për bashkime të ndryshme. Dhe ne ju falenderojmë edhe juve që na keni bërë një festë të tillë dhe ju urojmë edhe juve që po bëni një punë të madhe edhe të gjithëve festa e madhe e Kurban Bayramit. Allahu na pranon ibadetet tona, Allahu na pranon kurbanat tona, Allahu na pranon dhe bashkoft zemrat tona, dhe Allahu na bashkoft në xhenet që na ka bashkuar në një atë. Faleminderit shumë hoxh. Ju përshëndesim. Selam aleikum. Ishim pra të ndëruar mes në lidhje të drejtë për drejtë me hoxh Florin Mellovën në xhamin Mesjidul Aqsa në Leverkusen të Gjermanisë. Në vazhdim kena me dëgju me pa bashk një ilahi nga vëllezërit brava. Pas ilahis do të kthehemi me një lidhje nga Çabja e Bekuar, atje do të lidhim me Astrid Mahmutin. Kemi edhe partner në Herbalife këtë si marketing, por njëkohësisht edhe me pa se si janë ndjenjat dhe atmosfera dhe përjetimet e një prej shumë vëllezërve tanë që janë në haxh. Çdo krijesë në botë frymon, çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndryshojnë, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lulja kur lulëzon, edhe mali kur gjelbron, dhe bilbili kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qielli kur gjërmon, dhe rufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe peshqit sa dhajan, sa kandet e oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhërojnë. Ty çdo gjë shpreh madhërin, përveç sa njerëzit sa gjin, shumë prej tyre jo nuk din, udhëzoj ti ja Rahim. Allahu akbar kabira,
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا Të nderuar miq, vazhdojmë tutje me lidhjen tjetër të radhës pas asaj që paralajmëruam. Ne vazhdim kemi një lidhje nga Meka e bekuar, në këtë rast në Çapra, pra kemi shumë shqiptar, shumë kosovar që e kemi atje. E kemi edhe Asrit Mahmutin nga Herballajn, ne kemi një prej sponsorëve tonë të parë. Asriti ka shkuar në haxh, sa dione për jetë parë është me familje. Për më gjithësisht e kemi Asritin në lidhje. Selam aleikum. Aleikum selam. Përshëndetje nga Meka e bekuar. Përshëndetje nga Prishtina e bukur, jo e bekuar. Për hajër Bajramit ty dhe gjithë muslimanëve atje. Faleminderit edhe prej neve këtu për hajër për juve atje. Asret, apo na për shumë paka shumë, çish i kalu këto ditë mësed? Çish ka qenë atmosfera, përjetimi, ndjenja? Ditët plot emocione, plot pritje, të e prit me nga ditën e Arafatit, dhe në fund erdhi dhe kaloi, inshallah veprat pranuara na këtu edhe ju atje kush ka agjeru ditën e Arafatit. Amin. Hoteli për shifet, kjo është mëra për hoteli që qëndroni, apo? Po, këtash jemi në hotel, kryesisht edhe haxhit këtu janë një pjesë e madhe, se s'kem ku me shku, familjet i kemë shumica në Kosovë, na kam jetë mu lutë për ata atje në Kosovë. Alhamdulillah. Po, shqyqyrë që do zotit do kthehemi shumë shpejt, edhe do takohemi, inshallah. Amin. Ju jeni me familje në haxh, apo? Po, une personalisht jam me babën edhe me grua. Mirë po ka shumë xhamatli tjerë, cilët kanë ardhur me familje, edhe haxhiu më i ri i Kosovës është me neve në grup. Mashallah. Që shëndina me shku me babë dhe me gru, pra me familje, është pak një ndjenjë pak më ndryshe, më veçantë, besoj. Kush e provon, e ka kuptu dhe e ka ndje, unë mendoj se është bekim. Me ka mundësu Allahu që me knasht edhe prind, me kaq sa kemi mundësi. Atëra sit për shqit hoteli nga jashtë, pra hoteli mirë, po si janë kushtet nga brenda, do të thëtë, po keni temperaturat larta, apo keni probleme me ushqim, sepse dallojnë pak ushqimet mes nesh dhe arabes, padyshim. Pak zotit, kuzhina është turke dhe përshtatet pak a shumë me kuzhinën tonë. Hoteli është këtë që peshine dhe është Mashallah. me 4 yje, që ndërmat mirë që ekziston, po në fundit kena ardhur me kry haxhin dhe jo me lip shumë kuste, po me zë se kushtet nuk mungojnë dhe janë shumë të mira. Temperaturat sa po sillen? 42 plus. Mashallah, a ki mor mjalt me bol nxehtit ajo? Po, pak pyetje me vend mjalt i kompru se Prishtina ka vizitur shumë për arabëve dhe një klient që ke në Kosovë mori mjalt dhe lipi për zbiti me i që edhe në Saudi. Pra, kur kishu në haxh, kishu atina Saudionit edhe mjalt, apo? Po, edhe mjalt, me dalë me i dare. Mirë shumë. Atëra ses po të marrim më shumë kohë, kaloni bukur atje dhe këto pak ditë që ka mbeti inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miru takofshim. Të nderuar miq, lidhja radhës kemi me Strugën, atje kemi Hoxh Jusuf Hajrullahun, me të cilin do të shoqërohemi për pak minuta për të parë për dëgjuar se si është atmosfera e festës së Kurban Bayramit në Strugën e bukur. Hoxh, selam aleikum nga Prishtina. Aleikum selam wa rahmatullah nga Struga e bukur. Në fakt kam dëgjuar se është e bukur, s'kam qenë asnjëherë, por shpresoj që ta vizitoj edhe ta dëshmoj që është e bukur. Mirë se na vini. Atëherë Hoxh, urime festa Kurban Bayramit për ty dhe për gjithë vëllezërit dhe motrat tona që kemi në atë vend të bukur. Urime për të gjithë kjo festë e bekuare Kurban Bayramit, duke lutur Allahun e Madhëruar të ndizotron paqja,
atia, lumturia, komuniteti, dashuria, mirësia me gjithë anë e botës njerëzimit dhe muslimanëve në veçantë. Hoxh, pra në tregon pika shkurta çysh është një festë e Kurban Bayramit në Strug, në xhamin ku ju shërbeni si imam, por edhe në qytet, por edhe në familje kështu më radh. Është mëse vërtet se festa Kurban Bayramit pothuajse në çdo pjesë të botës besimtarë dhe muslimanë ndjen një kënaqësi të madhe, një ashtu edhe në qytetin tonë të Strugës, vërtet ishte një ambient i mirë, ku e shoqëronte buzëqeshja, gëzimi, reflektimi, prindrit me fëmijët kanë marrë bashkërisht në xhami për ta falur namazin e Kurban Bayramit. Është e papërshkrueshme, është ndjenjë e mirë, kënaqësi e madhe është për gjithë, edhe unë si imam i xhamisë, normal kur e shikoj xhamatin reflekton, është një gëzim i madh, numri goxha i madh, jashtë i zakonshëm, jashtë festave tjera, jashtë ditës së xhumat, kjo me të vërtet ngërthen një mbresë të madhe, një kënaqësi, vetëm tham Zoti e bëft, jo vetëm to, por gjithë jetën Bajram dhe festë. Çka veçon Strugun për qytetet e tjera se përket festave të Bajramit, këtë rast të festa Kurban Bayramit? Është e njëjtë si gjitha, po dallon diçka? Po në përgjithësi, është e ngjashme pothuajse me gjithë vendet ku besimtarët manifestojnë këtë festë. Ndoshta e kisha veçuar se është qytet si i vogël, që kupton vërejën disa detale, disa gjëra më ndryshe nga tjerë. Është afërsia më e ngrohtë, madje këtu është diçka që ka veçohet se ky qytet njihet si vendi i Shmërgatës, që ka goxha gurbeçar, edhe mundohen maksimalisht ata ta rezervojnë ditët e pushimit, ditët e vikendit, të vinë në festat e Bajramit. E këtë pak e kanë veçantë, edhe po disi numri më i madh, normal se dhe kënaqësia, harmonia, hareja është më evidente dhe më e dukshme. Si keni punë me ëmbëlsira ju Struga? Oh, mashallah, mos pyet. Ëmbëlsira, baklava, këto gjëra që janë trileqe, po i kanë qyteti kanë ato traditat me atë mënyrën e ushqimeve të ëmbëlsirave, edhe këto nuk mungojnë. Alhamdulillah. Madje dhe rrugës, madje dhe afër shtëpit, mashallah, dhe kjo jep sens, shije dhe kuptim, mala më shumë festës dhe ambientit të Kurban Bayramit. Besoj keni pas xhamat që kanë shkuar në haxh nga Struga për në haxh, besoj ka pas. Po, I keni përcjell. Është interesant se to është goxhani numri, është interesim goxha i madh. Sa për ilustrim, këtu në qytetin e Strugës është rezervuar për agjiler deri vitin 2028, është mbush numri. Interesimi është goxha i madh. Madje kërkohet nga Instituti Bashkisë Islame të Strugës që po mundet të na këtë një doka më e madhe, interesimi është goxha i madh. Kemi përcjellur mashallah alhamdulillah numër kanë i madh, madje dëshira e flak, tu bëhet një traditë sidomos na për disa fshatra, që është një nga fshatrat e njohur të Strugës, fshati Labunisht, ata dalin gjithë fshati edhe në sheshjen e fshatit të gjithë dalin e përcjellit me ilahije, me Kur'an, me recitime, bëhet goxha në farë bujë e madhe. Puna e kurbana, besoj që edhe për kurbana është e njohur, po ashtu me prej kurbana pothuajse çdo familje që ka mundësit, edhe kryesisht tash po kanë qef njerëz një prej më shumë kurbana në shtëpi për shkak të atmosferës dhe ndjenjes pak më ndryshe se sa me i porosit dikon. Është mos e vërtetë edhe këtu është në duke thirrja e kurbanit, edhe pse pjesa dormuese e besimtarëve ja dedikojnë në medreses, bazisë islame, për shkaqe dhe rrethana të cilat ta mbojnë higjienën më mirë. Bile në emision xhallar, edhe neve më shumë në vije në duke kjo, shumica atyre i dedikojnë instituteve, apo japin shoqatave bamirëse, të cilet ata e shpëndajnë për të varfrit,
për objekte, për hallëxhinje, edhe kjo është në dukje të sipër kurbani, alhamdulillah. Atër Hoxha, nuk po të marrim më shumë kohë, vazhdoni të festoni atje me mesët dëshamirt. Faleminderit shumë për këtë lidhje nga Struga. Allahu është shpëlbyer gjithashtu pranoni përshëndetjen e ngrota nga qyteti i Strugës. Inshallah Zoti e ban marsi për gjithë njerëzimin edhe për besimtarët. Amin, faleminderit shumë të nderuar miq që ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Hoxhë Jusuf Hajrullahun që në pika të shkurtra na ka tregoj për atmosferën e Kurban Bayramit në Strugë. Ndërka që ne e ndjekum apo e dëgjojmë bashkë edhe një ilahia nga vëllezërit brava, pastaj rikthehemi në studio. Në këto qaste të Bayramit, buzëqen shtyra e muslimanit. Në këto qaste feston toka feston
Atëherë të nderuar shikues të tërësisë, vazhdojmë tutje me lidhje tjera direkte. Do të shkojmë prapë, siç thamë, edhe në Mekë, kemi lidhjen e radhës me Hoxh Doktor Shevçet Krasniqi, i cili gjendet në Haxh. Edhe do të mundohemi pak a shumë në pika të shkurta të shohim se si ka qenë atmosfera ditës së Bajramit, njëkohësisht edhe ajo pjesa që ka qenë më kryesore për Arafatin kështu më radhë. Hoxhën e kemi në lidhje. Selam aleikum nga Prishtina. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh nga Mekka, nderuar dhe bekuar, e çmuar. Atëherë Hoxhë, faleminderit shumë për këtë lidhje, urime për juve dhe për gjithë atje miq, dashamirë, vëllezër dhe motra tona që kemi festa Kurban Bajramit. Faleminderit edhe juve gjithë urime i stafit ju dhe gjithë shqiptarëve muslimanëve në Prishtinë, në Kosovë dhe kudo që janë në botë. Atëherë, çu jeni kaluar deri më tash në përgjithësi nga dita e parë deri në sot ku është ditë pothuajse përfundimtare apo gjërat kryesore që kryhen për një haxhi? Haxhi si haxh, përpas që është një shtyllë për shtyllave të Islamit, një obligim parsor individual për çdo musliman dhe muslimane që ka mundësi natyrisht, është edhe një ndjenjë e veçantë, një përkushtim shumë i veçantë e çdo haxhi i cili vjen në këtë vend të shenjtë për të kryer këto rite dhe këto obligime fetare, detyrat të cilat e përbëjnë haxhillokun. Haxhit deri më tani, alhamdulillah për Zotit, çdo që ka shkuar mirë, ceremonitë, obligimet, detyrat janë kryer ashtu si të dohet. Janë shumë skajshmërisht të lumtur, është vërtet vështirë të përshkruhet ndjenja e tyre si ndihen ata dhe atyre ditëve, me gjithë lodhjen e madhe jo të vogël, ta themi të vërtetën, sepse haxhi është i lodhshëm, pastaj edhe vap bukur shumë është vap, në çantinë në mesditë është vap, por kënaqësia e madhe bën që edhe vapën ta përballojnë, edhe lodhet të tej kalojnë, edhe çdo gjë tjetër, nga çorshimi shpirtëror është shumë i madh, shumë i veçantë, kështu që alhamdulillah çdo gjë është në rregull. Nuk është kryer krejt gjithçka në ditën e sotit Kurban Bajramit, por është kryer shumë çka. Sepse kanë mbetur edhe pak e gurve, po kanë mbetur edhe popra dhe në 30 kanë mbetur katra,
gjujtja e gurve, pastaj ka me tavaf lipada që quhet ashtu në terminologjinë islame që është shtylla kryesore apo prej shtyllave kryesore të haxhit, e që tash kallabllaki anëna ton shumë nga çave sepse këtë vojnë tur drejt me shku me bot drejt çabës në bot tavafin, prit me qerat në kallabllak shumë i madh, por fakt Zotit edhe organet e rendet janë duke mbajtur një rend bukur të mirë, sa i përket tavafet rreth çabës dhe thonë po që si vjetë është duke shtuar çdo gjë në rregull. S'ka po ashtu unë besoj dhe alhamdulillah te Zoti jemi të kënaqur. Dhe a keni bë bajram me miq edhe shamirë, me qenë se jeni larg dhe ju jeni më shumë të fokusuar me ibadetet. Na këtyre ata angazhuar me ibadetet shumë. Neve këtu në Hax, zakonisht ata që vinë në Hax nuk i vjen me për bajram. Nga angazhimet e mëdha që kanë, nga lodhet e mëdha që kanë, nga prekupimet e tyre për të kryer obligimet, sepse dita e 10-të, që është dita e Kurban Bayramit, është dita më angazhuar e haxhit kaj, nga sa aty vijnë prej Muzdalifës në Mina dhe shumë prej tyre në Kam, pastaj me Gjugur, është një kallabllak i madh, pastaj me prej Kurbanin, pastaj me qirr flok apo me rrugë flok, pastaj me shku të shtëpia në banesa me hik ihramat, e mënua për shumë një tro, pastaj duhet parasysh ta natë njerëz s'kan flaj, e të lodhur, e të njësur, kështu që jenë të angazhuar shumë obligime, dita kulminacioni obligimeve ka haxhiut është ditën e 10, e që i bie dita e Kurban Bayramit, të që për shojnë ka ma mbromja dikur njerëzit, fillojnë mas ditën e kamrame, fillojnë atëherë një avëru Bayramin në veçanti familjarëve në shtëpitë e tyre apo në vendlindje. Atëherë s'po të marrëm shumë kohë, këtë në fund një mesazh për shikuesit e RTI-s nga ai vendi Bekum. Urimet të gjithëve kjo festë e madhe e Bayramit, lutim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përkryera, që na ketë pranuar neve këto adhurimet e ibadetit që i bëjna, por edhe të gjithë atyre qytetarëve tanë, vëllezërve dhe motrave tanë atje në Kosovë, në Ballkan dhe në diasporë kudo që janë, të ketë pranuar adhurimet, ibadetet, kurbanat të cilët e kanë thirrur apo të cilët të thirrën gjatë këtyre ditëve, dhe qofshin pas të parë, Allahu Zotit që të presim Bayrama edhe shumë të tjerë, edhe të presim edhe më të mirë dhe me shumë fusha duke përparuar e duke ecur bashkërisht inshallah taala. Ju përshëndesim nga Mekka Shtrajt, të gjithëve selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe një herë festa Bayramit të gjithëve. Faleminderit. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar me që ishim në lidhje të drejtë për drejtë nga Mekka bekuar me Hoxh Doktor Shevçet Krasnishin, anëpse pak çështja teknike ndoshta interneti dobët nuk është që ka qenë shumë dhe thotë pasur pamje, por rëndësishme ishte mesazhet që përcjelli Hoxha Shevçet. Të nderuar miq, çdo fillim ka dhe mbarim, çdo fillim ka dhe fund, kështu që edhe këtij programi festiv në RTI se përket meje, i erdhi fundi duke shpresuar që keni kaluar mirë. Ndërkohë që mos e ndroni kanalin sepse edhe në mbrëmje ju pret programi special i përgatitur nga kolegët e mia në RTI. Deri në programin tjetër, inshallah kena ymër, shihemi në programe tjera, vazhdoni të qëndroni me RTI-n. Assalamu alaikum.